Terapia hormonale në këtë rast bëhet më shumë për të ndihmuar këtë paciente që të mos përjetoj ato simptomatologji që shfaq menopauza dhe të mos kemi ato komplikacione që shfaq menopauza kur shfaqet në mosha kaq të reja, që thash më shumë janë të lidhura me anën e smundjeve kardiovaskulare ose osteoporozën, ose thatësirën vaginale, që është një problematik tjetër që mund të implikojë dhe marrëdhënie në çift, ose uljen e dëshirës seksuale, që po prap implikon marrëdhënie në çift. Kurse për pjesën e fertilitetit, ne nëse kemi si informacion faktin që mund të shkojmë në një menopauzë të parakohshme, gjithmonë nëse kemi si informacion, mirë është që të marrim masa që të bëjmë një ruajtje ndoshta të ovociteve tona, siç është edhe një procedurë që shumë vajza njohin, që është ngrirja e ovociteve ose vezëve, ruajtja e materialit ton gjenetik, gameteve tona, në mënyrë të tillë që të mund t'i përdorim në një moment të dytë, qoftë edhe me ndihmën e terapisë hormonale, që të mund të arrijmë një shtatzani sa të jetë e mundur që të shmangim mundësinë e mosngjeljes pa fëmijë tek këto gra.